Një vi bregdetare e pastër, a e ka vlora në të gjithë gjatësinë e saj? Me sa duket jo. Zona e plazhit pranë ujit të ftohtë prej ditësh është e ndotur teksa pas ndërhyrjes në det, mbetjet e shumta janë lënë në breg të detit duke krijuar një pamje me të vërtetë të rëndë për turistët e shumë vendas apo të huaj. Punë e cila duhet të kryhej nga ndërmarrja e shërbimit publik, por që në fakt nuk ka ndodhur. Një situatë e rëndë edhe për vetë qytetarët dhe pushuesit, të cilët pranojnë se mbetjet qëndrojnë në breg prej një jave, ndërsa në orët e mesditës, era që lëshohet prej tyre është e padurueshme duke larguar edhe pushuesit. Populli ka të drejtë, po dhe ata mase e kanë neglizhuar se derisa i mblodhen duhet të heqë. E mira është të heqim, edhe për sy të keq bën kjo. Po për ditë ne pensionista këtu ulemi. Sa ko ka këtu? Jarë ka 2 ditë që është bërë. Se i mbledhën. Filluan dje i misën edhe i lanë këtu, ne lozën këtu edhe na bëmë. Ka një javë sa. Po dje janë mbrojë dje par dje, mbrojën 2 ditë mbrojën me dryna me atë për të djerit. E sot, ja, të që shikon. Qa pamje japim për turistë? Qa pamje skandaloze, pamje skandaloze, është turpi madhe për dhe. Të shikosh vende ato pjesët e privatit janë të regu, vinë këto këtu që janë gjoja publike, të kështë, është publike. E janë shkatura fare. Po di unë një javë që i kam parën, po kjo s'ka nevoj po s'ka nevoj fare flet vet ajo. Ajo ka në një javë sa. Vetë ora 12, ajo shliron një gaz që nuk durohesh më, do iksh shumë. Do të ishte që brenda 2-3 ditë, do të jetë apostafat një brigadë që ta mbajë të pastër. Vlora meriton më shumë vëmendje nga të gjitha institucionet, por edhe një vi bregdetare të pastër. Në fakt, në zonën e ujit të ftohtë mbetjet janë prezente, ndërsa shërbimet publike nuk i largojnë duke e treguar vlorën në sytë e pushuesve vendas dhe të huaj të papastër.